Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Gjatë 3 dekadave të fundit jemi mësuar të kemi kontestime për zgjedhje parlamentare, për zgjedhje të pushtetit vendor, etj. Po kurse si nuk kemi parë kontestime edhe në rangun e grupimeve profesioniste, siç është urdhri I psikologut të Shqipërisë. Në datën 5 qershor u zhvilluan zgjedhjet për presidenten e këtij urdhri, sikurse edhe për Këshillin Kombëtar. Nga 5 qershori I vitit 2025, e zgjedhura nga antarësia është zonja Brunilda Laboviti, por ka kontestime. Kryetarja aktuale, e të cilës I ka mbaruar mandati, nuk lëshon detyrën. Për këtë arsye, kemi të ftuar doktoresh Brunilda Laboviti, presidente zgjedhur nga 5 qershori I urdhrit psikologut. Faleminderit që jeni në flasim hapur në Durrës Lajm. Faleminderit ju, Bledi, për ftesën, ishte kënaqësi të vija sot pranë jush dhe të diskutojmë pikërisht tematikat e fundit. Mirë, keni ardhur nga Tirana për flasim hapur. Kënaqësi. Brunilda, realisht prandaj bëra datë hyrjen. Jemi mësuar në politik, okay. Po tek urdhri I psikologut, ju jeni presidente e zgjedhur nga 5 qershori, por nuk lejoni të uleni në detyrë, të merrni detyrën? Absolutisht jo. Presidentja ishte presidentja e urdhrit psikologut zonja Treska, vetë ka deklaruar edhe para medjave që I ka mbaruar mandati. Në fakt ajo çuditërisht nuk kishte as kandidate për këto zgjedhje të presidentit. Jo çuditërisht, por nuk e lejonte ligji që të kandidonte, sepse ajo 2 mandatet e veta I ka përfunduar dhe e ka kryer, si thuaç, detyrat e veta brenda urdhrit. Ndërkohë ngeli është gënjur për faktin që në këto fitore isha unë dhe jo zonja Mustafaraj, që është aktualisht sekretare përgjithshme e zonjës Treska, më falni, e urdhrit psikologut. Dhe normalisht këto zgjedhje u gjet një artific dhe një vendim Këshilli Kombëtar për ta kontestuar. Në fakt, ende sot që flasim për çezërbali kësaj mbledhje përfundimtare nuk është firmosur nga anëtarët e Këshillit. Të paktën në dijenin time nga shkresat e fundit ka qenë se këto anëtarë nuk janë mbledhur, sepse kjo mbledhje për në 13 qershor është kryer online, është kryer në një ambient jashtë urdhrit psikologut. Ditën dhe orën që është caktuar nuk është kryer në ambientet e urdhrit psikologut, por në një ambient tjetër dhe anëtarët nuk pas kanë pasur mundësi atë ditë të firmosin për çezërbalin përfundimtar, që normalisht është jashtë çdo lloj shkelje. Për këto ne jemi referuar, unë edhe profesuese ime ligjore, jemi referuar edhe prokurorisë, organit ligjor, edhe gjykatës administrative. Në fakt, unë kam shkuar 3 ditë pas këtyre zgjedhjeve, sepse normalisht rregullora zgjedhore e parashikon, nëse dhe jam interesuar nëse pala tjetër, zonja Mustafaraj ka pasur ankesa apo jo, është deklaruar nga veta jo edhe në prezencë të medjave, por edhe në sekretarinë e urdhrit që nuk ka asnjë ankesë, asnjë kontestim për këto zgjedhje. Që do të thotë, përfaqësuesi juridik, pra zyra juridike, nëse nuk ka ankesa, nuk kalon asnjë ankesë pranë Këshillit Kombëtar. Dhe kjo mbledhje e Këshillit Kombëtar nuk mund të kryhet asnjëherë nëse nuk ka ankesë. Referuar shkeljeve ligjore, të paktën ato që kam referuar edhe në prokurori dhe në organet ligjore, është fakti që zyra juridike sot që ne flasim në fakt e ka lënë detyrën. Ka lënë detyrën? Po. Nuk kemi. Ky jurist ka lënë detyrën dhe vendi vakant është shpallur që prej gushtit të 2025-s. Vendi vakant për juristin e urdhrit psikologut. Fakti është pikërisht shkelit ligjore që janë bërë dhe kjo vërteton akoma më shumë presionin dhe mënyrën se si e ka çuar deri në të pikë urdhën e psikologut, pikërisht ish presidenti e urdhrit psikologut, që ende sot firmos si president e urdhrit psikologut. Zonja Laboviti, pra t'ja thështojmë disi, jam I sigurt që
psikologët e ndjekin me shumë vëmendje këtë, sepse kanë shumë interes. Kanë shumë interes. Dhe arsyeja pse po zhvillohet kjo bisedë midis nesh është që kam patur informacione, jam kontaktuar nga shumë psikolog në Durrës, duke ngritur si shqetësim tek Durrës Lajm dhe në Flasim Hapur. Ndaj donim ta trajtonim këtë çështje. Pra, kemi 2 mandate nga 2017 që ka nisur urdhri ka qenë 2017. 2017, 2021, 2025. 2 mandate, siç e lejonte ligji dhe rregulloria e urdhrit psikologut, ka qenë zonja Valbona Treska, të cilët i ka mbaruar mandati, edhe i pari dhe i dyti, sigurisht që mund kandidonte, nuk ka kandiduar. Dhe u zhvilluan zgjedhjet më 5 qershor. Kandidonit ju dhe zonja Alona Mustafaraj, që aktualisht përsëri dhe në ato pozita dhe në këto pozita ban rolin e sekretares përgjithshme. Është gjithmonë një lobim i brendshëm i titularit që largohet, i dim këto gjëra që është personi më i besuar, të paktën etj. Okej, kjo është një manovër njerëzore për hir të vërtetës, e mirëkuptueshme. Gjithsesi, të gjithë antarët votuan për ju në mënyrë me shumica dhe mund të themi që ishte një fitore e bindshme, sepse antarët ishin lodhur pikërisht nga këto drejtues, sepse realisht zonja Treska ka qenë pikërisht. Dhe tashmë nuk kishte kontestime, po bëj thjesht edhe për ata të cilët që në ndjekin, prandaj po e trajtoj si shpjegim të thjesht, nuk kishte ankesë. Sipas rregullores dhe ligjit ju duhet vini në detyrë, por nuk lejoni të vini në detyrë. Përse? Sepse nuk ka proces verbal final nga zyra juridike. Zyra juridike nuk ka nxjerrë një vendim final. Ka nxjerrë, kemi vetëm proces, normalisht duhet të bazoj vetëm në proces verbalin e zgjedhjeve. Ai proces verbal i zgjedhjeve është deklaruar, është faqur dhe në media ka publikuar votimi ka qenë shumë i rregullt, është monitoruar totalisht nga mediat dhe realisht ka pasur interes shumë të madh. Ndërkohë që kandidati Mustafaraj ka pranuar humbjen, zonja Treska ju ka uruar? Nuk ka uruar, ka bërë koment? Zonja Treska në fillim më uroi, më dha dorën, por tha do ketë zgjedhje të reja në shtator. Cili është argumenti i zonjës Treska? Ose institucionit aktual? Ka përdorur pikërisht presionin ndaj zyrës juridike, sepse kjo është e qartë, dhe 9 antarë të Këshillit Kombëtar, të cilët kanë firmosur një listë prezencë të këtij takimi, le të themi, sepse Këshillit Kombëtar, sepse një pjesë e rëndësishme e Këshillit Kombëtar janë larguar dhe kanë dhënë mos pranimin ose mos pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar, sepse nuk mund të ndihen më të përdorur pikërisht prej dëshirave të zonjës Treska. Zonja Treska nuk njeh limite, mendon se e njeh ligjin, po ndërkohë nuk e njeh ligjin ose më saktë nuk do ta pranojë realitetin. Është afeksionuar me urdhrin e psikologut, këtë e thot vazhdimisht, e ka si fëmijën e saj, por ndërkohë ky është një institucion që i përket antarëve dhe ky është mentalitet drejtimi arkaik. Edhe në jetë jemi kalimtar, jo më në pozicione të cilat na besohen për një periudhë të caktuar, lëm gjurmët tona dhe dikush e pason. Absolutisht. Kjo është balkanizëm. Ju me njëherë pas fitores keni marrë shumë urime e tjera. Patjetër. Pra, që është normale dhe komplimente për fitoren tuaj. Faleminderit. Më pas, keni bërë deklarata publike nëpër media, keni patur mbështetjen e medias, ju keni ndjekur. Absolutisht. Ka shoqëruar gjatë gjithë kohës, të gjithë procesin. Dhe më pas jeni refuzuar të uleni në detyrë. Keni bërë një deklaratë publike drejtuar organeve ligjzbatuese, kryeministit të Shqipërisë dhe ministrive drejtuesve të ministrive të linjës. Dhe ambasadave më duket të pikërisht, ambasadave, organizatave që na përfaqësojnë. Ndërkohë, rrugë ligjore keni ndjekur? Absolutisht. Sepse në fakt është vetë rregullatore. Patjetër. Urdhri i psikologët dhe kryeministri
Më kuptoni pra, Po, kryeministri mund të njohte të përgjigjej. Po, por e kam fjalën që, me thënë, ka disa rrugë, edhe është rruga ligjore. Keni marrë këtë rrugë ligjore? Atëherë, faleminderit Bledi për gjithë të prezantim. Në fakt, unë zgjodha është ta pranoj me qytetari edhe mos pranimin e saj, jo vetëm qytetari, por edhe në aspektin ligjor patjetër që e kam ndjekur, jam në konsulencë të vazhdueshme me profesorën time ligjore. Dhe absolutisht nëse ndeshemi përballë njerëzve të cilët nuk njohin, nuk dinë të shohin realitetin në sy, patjetër që rruga ligjore është qytetare për të ndjekur dhe është një e drejtë ligjore. Por në radhë të parë, para se të shkoj te rruga ligjore, sepse në fakt se gjithta unë kam koleg dhe e pata goxha të vështirë për t'i kallëzuar në prokurori, dhe normalisht disa prej tyre i njoh ndër vite, domethënë për më shumë se 20 vite. Puna na ka lidhur, misiona mund ta ketë lidhur dhe ka qenë goxha e vështirë. Megjithatë, unë jam drejtuar 4 institucione ministrive, të cilat kanë nga një përfaqësues në Këshillin Kombëtar. Dhe të katërt përfaqësues çuditërisht në fakt janë bërë aktiv në mbledhjen e fundit, që nuk kanë qenë ndonjëherë të interesuar për të ardhur në mbledhjet e Këshillit Kombëtar, ose më saktë shumë pak prej tyre. Dhe çuditërisht për plotësuar numrin kanë ardhur edhe kanë votuar, edhe kanë mbështetur që këto zgjedhje të mos quhen edhe të jenë sepse për shkak të korumit to nuk mund të quhen. Ndërkohë që vetë mbledhja e Këshillit Kombëtar, nëse referohemi listë prezencës, nuk ka korum. Pra është një vendimarrje vetë për brenda këtij organi, që këta e kanë kriter, sepse Këshilli Kombëtar duhet patjetër që të ketë një korum në vendimarrje në mënyrë të tillë që ata janë 17 në ligj dhe listë prezenca tregon të jetë gjë. Megjithatë këtë ja kam lënë organit të prokurorisë. Letrën drejtuar kryeministrit Edi Rama, në fakt unë e bëra për të shkuar në vesh një personi që merret me gjithë hallet e njerëzve. Dhe ndërkohë, 1500 psikologë që kanë 2 vite që lëngojnë, që nuk e duan përfaqësuese në këtë institucioni dhe shqyrë erdhi dita që të votojnë një përfaqësues tjetër në datën 5 qershor në zgjedhje të rregullta për mandat të tretë. Ta kthente kokën edhe realisht ta shifte këtë si një problem që nuk është vetëm për psikologët, por kjo është për mbar njerëzit. Sepse nëse ne nuk kemi rahat në shtëpinë tonë, unë ju kuptoj shumë mirë, Bruna, më fal që ju ndërpres, 1500 psikologë në gjithë Republikën e Shqipërisë janë të shpërndarë në sistemet kyçe, në jetën kyçe të shoqërisë, që është gjyqësori, është arsimi, shëndetësia, të gjithë këta më kryesore që Shqipëria, dhe nëse ndikoni ju, ndikon në mënyrë zinxhir. Deri tek fëmia në shkollë, deri tek fëmia apo personi, individi abuzuar, komisariatin për raportuar ndihma, dëmi mendor, psikologjik etj. Në gjykata etj. Kësaj keni të drejtë që është një urdhër shumë i rëndësishëm. Patjetër. Dhe unë prandaj zgjodha që ti drejtohesha me një letër publike, në fakt u shpreh qartësisht aty për nevojat që kanë psikologët, por kjo edhe për nevojën që mund të kenë qytetarët nëse ne jemi mirë. Dhe duke i prezantuar dhe shkeljet ligjore të cilat unë kam parë të arsyeshme brenda këtij mos funksionimi. Kështu që nëse na dëgjon, kuptoj. Po ndërkohë ju keni bërë pa di. Patjetër. Pas kallëzimit penal. E keni regjistruar. Pas kallëzimit penal. Keni marrë konfirmimin e regjistrimit? Po, është regjistruar procedim penal. Po. Për 9 antar. Po. Një prej tyre është juristi i urdhrit, 8 prej tyre ishin antarë të Këshillit Kombëtar. Dhe do të thoja që kanë bërë proceset hetimore, janë ende në hetim prokuroria, ka ecur shpejt. Me thënë drejtën, ka pas një periudhë pushimi, që do të thotë kushti është një periudhë pushimi. Tashmë jemi rikthyer pikërisht për ta marrë edhe një herë të drejtën tonë. Dhe pse jo të dëgjohemi nga njerëz të cilët vërtet i kanë këto lloj kompetencash në dorë. Përfaqësuesit tashmë të ministrive, qoftë shëndetësisë, mbrojtjes, drejtësisë, janë ndruar, që do të thotë nëse ka pasur qoftë edhe mbështetje politike zonja Trecka, sikur se flitet, të paktën
ta vlerësojnë që politika në këtë institucion nuk ka vend. Nuk ka vend. Sepse ne jemi qytetar, jemi profesionist. Dhe patjetër jemi të pandikueshëm nga politika në këtë rast. Në fakt, ne duhet të shihemi si profesionistë shumë të paprekshëm nga kjo gjë dhe nuk duhet të ndikohemi. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe ngërçi? Atëherë, jo më larg nga dje, diskutoja me profesionistë të shëndetit mendor, spitalet, një pjesë e madhe e psikologëve nuk plotësojnë dot kreditet për të rimarrë licencën dhe shumë prej tyre detyrohen të hynë në provim, ndërkohë që është fare normale, sepse vetë urdhri ka një vit të caktë që ka ndaluar gjithë procesin e trajnimeve dhe rilicencimi po bëhet ende më i vështirë, është stres më vete, sepse psikologët duhet të rilicencohen çdo 5 vjet sipas ligjit, dhe nuk ka një informacion të qartë lidhur me këtë. As provimi i shtetit po ashtu, po vonohet. Pra, dalim tek rëndësia e urdhrit psikologut dhe sidomos tek presidenti i urdhrit të psikologut. Ky urdhër autorizon licenca, trajnime, etj. Pra ka të bëjë me punësimin e psikologëve. Monitorimin, tarmen, vazhdueshmërinë e vendit punës. Patjetër. Atëherë kjo shpjegon edhe për ndjekësit tanë rëndësinë e mos largimit nga një pozicion dhe shumë dyshimeve që mund të vinë në mendje. Në fakt, për shkak të është një autoritet shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me punësimin, të karrierën dhe shumë privilegje, avantazhe të tjera të cilët mund të ofrohen. Nuk është se i di blet, sepse normalisht nuk kam qenë ndonjëherë presidente e urdhrit psikologut. Me këto shumë njerëz më bëjnë të pyetje, edhe njerëz qytetarë të thjeshtë, pse nuk ikën ajo? Domethënë, edhe komshin në rrugë më pyesin, pse nuk ikën ajo? Çka ka që nuk ikën? Sigurisht, sepse nuk mjafton vetëm për CV, për disa vite më shumë. Nuk e di, dhe të gjithë mendojnë që njerëzit që nuk duan të largohen nga ajo karrige, qoftë e urdhrit psikologut, qoftë një karrige tjetër, mendohet që pikërisht është interesi personal apo financiar. Megjithatë, për këtë nuk mund të flas, pra shkosa nuk kam asnjë informacion lidhur me këtë. Theksoja rëndësinë që ka urdhri, sepse janë trajnime të vazhdueshme. Patjetër është një pozicion i rëndësishëm, por unë mendoj që në radhë të parë është një pozicion shërbyes. Pra ti duhet të shërbesh psikologëve. Nuk duhet patjetër që të shohësh ata se paguajnë kotizacionin në janar dhe ti pastaj të zhvillosh buxhetin edhe po rëndësinë që ka. Në fakt, të gjitha këto përfitimet financiare mund të flasim me Mirzoja Treska, na kanë ftuar disa herë edhe në media që të jemi përballë të diskutojmë, absolutisht nuk ka pranuar. Ka sjell një përfaqësues ligjor që dhe ai i çdoi rrugës edhe nuk e solli më. Ju flisni për të drejtoni duke shërbyer, prandaj dhe fituat. Unë gjithë jetën profesionale ju kam shërbyer. Prandaj edhe fituat sepse është qasje e juaja dhe komplimente. E kam pasur historikisht. Por më duhet të theksoj rëndësinë që ka urdhri psikologut. Ka të bëjë me shumë gjëra dhe janë shumë interesa të përfshira. Ju mos u prononconi, ju kuptojmë. Por ka interesa dhe është fatkeqësi që në vend që një grupim me respektin më të madh që kam për gjithë secilin që është psikolog i licencuar apo aspirant për të licencuar, është fatkeqësi që Shqipëria tani edhe në këto rangje profesionistësh të hasi ngërçe dhe shembuj të tillë mos dorëzimit detyrës. Pra kjo është fatkeqësi. Sepse ndikon edhe tek shoqëria zona Dabovit. Patjetër. Po në fakt në djenin time për këto pjesën financiare ka një dosje në prokurori, prej një viti gjysmë kam përshtypjen se edhe në djenin tënde, por që gjithsesi mbetet prokurorisë ta hetoj dhe ta vlerësoj. Urojmë që drejtësia të vendosë. Kemi një shembull të mëparshëm, urdhri stomatologut, për 2 vite, 3 vite zvarriti gjithë luftën e brendshme për të mbajtur këtë karrige dhe sot është në burg. Po. Pra, është Shqipëria jonë, edhe urdhri stomatologut. Urdhri stomatologut. Para verës, pikërisht në ditët që ka qenë kjo problematik, ka qenë një shpallë në kërkim,
sot është i arrestuar. Viti 2025, përpara shumë viteve së Lapoviti, unë kam qenë 15 vjeç kur u rrëzua sistemi dhe ne përtistim fort me zemër me gjitha, e duam Shqipërinë si gjitha Evropa, dhe 35 vite më pas, ja ku jemi në këto kushte autokratike në pothuajse në gjitha njësitë qeverisë. Po, profesionistësh. Sepse është ajo që them më parë, duke qenë se ne jemi një institucion që varemi nga kotizacionet dhe jemi totalisht të shkëputur dhe të pavarur, pavarësisht katër përfaqësuesve të ministrisë, nuk ka një person ose një institucion që mund t'i drejtohet zonjës Treckës dhe t'i thotë që shiko, se kjo është brenda ligjit dhe kjo nuk është brenda ligjit. Pra, çuditërisht dy juristët e Urdhit të Psikologut, sa herë ka pasur kallëzime në prokurori, kanë dhënë ndërheqjen, pasi janë thirrur nga prokurori. Ashtu, Po. Juristi i parë para një viti gjysmë dhe juristi i dytë para një muaji. Kjo është Shqipëria, jo? Cilët nuk qytetarë shqiptarë nuk meritojnë, profesionistët shqiptarë nuk meritojnë një qasje të tillë. Kurse si. Sepse duhet ta lidh nëse nuk keni gjë tjetër për të shtuar në raport me ofiqin tashmë të presidentit të Urdhit të Psikologut, duhet të dalë pak. E di se reflektohet kjo në shoqëri, zona Lapoviti. Reflektohet, sepse jo vetëm ju, përmendët dhe urdhin e stomatologut, përmendim edhe njësitë apo organet politike, parti politike, qeveritare, e kështu me radhë. Ndihet tek shoqëria shqiptare, ka një stres të jashtëzakonshëm nga të gjitha anët, dhe po e përmend të si jeni psikologe profesioniste dhe ndër më të mira që ka Shqipëria. Realisht. Dhe ju komplimentoj. Por ndihet zona Lapoviti. Ndihet tek njerëzit në rrugë të cilët nuk janë zbehur buzëqeshjet, sepse po luftohen, po gjejnë labirinthe të errta në të gjitha shtigjet e jetës sociale. Në shkollë, pra prindi çon fëmijën në shkollë, psikologu i shkollës ka këto halle të cilat ju përmendi, mësuesit po ashtu, politika po ashtu, vendi i punës po ashtu, taksat etj. Dhe ndërkohë të gjitha organet cilat drejtojnë dhe nga ku sytë e njerëzve drejtohen, du t'jenë shembull, ndërkohë që po reflektojnë të kundërta. Ju e keni ndjerë në profesionin tuaj, ka një shtim depresioni, ka një shtim mërzitje, frikje, ankthi tek qytetarët. Patjetër, pas Covidi ka sjellë goxha pasoja, le të jemi realist, pas 2021 Covidit, ju po tregoni shumë diplomate, por ju lutem. Ishte edhe pak para Covidit kjo çështje, ka bëjë më shumë me është rritur ndjeshëm prekja dhe potenciali për të zhvilluar problematikat shëndetit mendor. Megjithatë, njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe shumica prej tyre kërkojnë ndihmë. Pranë ekspertëve, është rritur shumë numri pacientëve, por edhe i personave të cilët ofrojnë shërbime psikologjike. Kështu që prandaj mund të themi që është një nga profesionet e së ardhmes. Për të mos thënë që sot për sot është një nga profesionet goxha të mira. Dhe njerëz të cilët vërtet punojnë me pacion, me përgjegjësi, me profesionalizëm, kanë goxha avantazh për këtë profesion që kanë. Mjafton që ti të bësh maksimumin tënd në profesion. Megjithatë, pjesën kjo është në barë. Nuk është vetëm shqiptare, kjo është në gjithë botën, nuk është një gjë që po ndodh vetëm në Shqipëri, megjithatë në Shqipëri njerëzit janë dorëzuar përballë faktit sepse shohin gjithmonë një realitet të zymt përballë, gjithmonë kanë një pengesë përpara. Patjetër. Ti drejtohesh drejtësisë dhe ndërkohë ka vonesa, ka procese të parregullta, ka gjëra të cilat mund të ndikojnë pikërisht në jetën tënde, qoftë profesionale, qoftë emocionale. Dhe ju vetë u zgjodhë presidente dhe nuk uleni dot në detyrë. Sepse ka burokraci, jemi stresuar, po bëjmë rolin e psikologit. Absolutisht. Puna me veten është një nga elementet më kryesor që duhet të ketë një psikolog. Nëse ti nuk je mirë me veten tënde, nuk mund të ofrosh absolutisht një shërbim të shëndetshëm për tjerët. Momentet kur ndihesh që nuk je mirë, merr një periudhë pauze dhe rifiton përsëri veten tënde, më të mirën e vetes tënde. Patjetër puna me veten është një nga elementet dhe pikat më të forta të psikologut. Jepesim plot
që drejtësia do shkojë në vend Absolutisht. dhe vullneti i votuesve tuaj do realizohet. Absolutisht, sepse do të ndjek çdo rrugë ligjore. Çfarë do bëni ndryshe? Nëse do të më jepet mundësia, Po, sepse realisht patjetër që do të zhvilloj një frymë më pozitive, sepse me thënë të drejtën jam person që gjithë kohës kam dhënë më shumë pozitivitet dhe më pëlqen më shumë që të marr gjëra pozitive. Urrejtjen e kam problem dhe e kam problem kur ndjej që të tjerët më urrejnë, megjithatë shoh që në këtë realitet shumë njerëz nuk e kanë problem t'i urrejnë, mjafton që të arrijnë ato qëllimet e tyre në mënyrë të paskrupull. Megjithatë, pjesa e pozitivitetit do të ishte dhe fakti që do të hapej urdhri. Urdhri nuk është i 2-3 personave, pra që vetëm ta promovohen, vetëm këta shkojnë kudo dhe përfaqësojnë gjithë psikologët shqiptar. Jo, urdhri është edhe atij që është në Sarand, edhe atij që është në Gjirokastër, edhe atij që është në Durrës. Ka psikolog në përfshatrat e Shqipërisë? Patjetër pjesa e shpërndarjes është goxha e vogël në rrethe. Shumica janë të përshëndruar në Tiranë, Durrësi ka goxha profesionistë të shëndetit. Ka qarqe që qarqe që ka mungesa. Cilat janë ato qarqe? Kryesisht veriorët, për shembull Tropoja ka shumë pak psikolog, për qytetin që është, normalisht do të kishte më shumë. Nuk ka të diplomuar për psikologji, nuk zgjedhin. Atëherë, nuk kupton diçka. Brenda urdhrit të psikologut, këta 1500 antarë, nuk është se në gjithë Shqipërinë janë 1500 psikologë, por këta janë të regjistruar dhe të plotësojnë kriteret për që në antarë të urdhrit të psikologut dhe kanë interes që të mbajnë licencat pranë urdhrit. Ndërkohë, Fakulteti i Shkencave Sociale, universitetet private diplomojnë pafund psikolog. Por shumica për tyre nuk është se kanë më interes që ta zhvillojnë ose ta shohin si profesion parësor dhe nuk të regjistrohen pranë urdhrit të psikologut. Por është edhe puna e urdhrit të psikologut, i cili duhet të ofrojë informacion sa më të bollshëm në mënyrë të tillë që psikologët, shumica e tyre mos të pyesin njëri tjetrin apo të marrin informacione në mënyrë të indirekte, po ta kenë drejt për drejt. Pra të mos ketë burokraci. Presidenti i urdhrit psikologut nuk e kam konsideruar ndonjëherë veten se do të jem presidente dhe unë realisht gjërat që vlerësoj më shumë në jetë janë shëndeti, profesioni, puna, vullneti që kam për të arritur çdo qëllim që kam vendosur vetes. Nuk e kam parë ndonjëherë karrierën ose të bazuar vetëm në karrige. Dhe mendoj që duke qenë një person dhe një natyrë e tillë, mendoj që ajo karrige nuk do më bënte, as nuk do më ç'bënte si Brunilt. Mirë kuptoj. Arritja juaj profesionale, lektore prej 15-16 vitesh? Në fakt, ne vlet bashkë një femishë në fillimet e mia, akademike, dhe më thënë u bën 16 vite, paga shumë. Edhe më ke vlerësuar, të kam vlerësuar si koleg, realisht kemi pasur respekt të ndërsjellë. Sot ne jemi prapë pas 16 vitesh këtu ballë për ballë njëri tjetrit. Unë kam nisur karrierën time si një vajzë e ardhur nga Vlora në Tiranë për të shkolluar në psikologji, me shumë ëndra, me shumë dëshira, me shumë pasion për psikologjinë. Para 20 vitesh psikologjia, të gjithë që më pyesin çfarë do bësh psikologe, as nuk e kuptonin. Ishte goxha, domethënë e vështirë, megjithatë unë kam rezultuar që të kem pasur rezultatet shumë të mira. Më pas ndosha master në psikologji klinike, pikërisht për shkak të mesatarës, edhe doktoratur fill pas masterit. Dhe 30 vjeç kam mbaruar doktoraturën. Në 24 vjeç unë kam filluar fushën akademike, pasioni im i vetëm në atë kohë, dhe mendova që do të bëja maksimumin dhe kam bërë maksimumin tim në këto 16 vite. Keni kontakte me pacientët tuaj, në kuptimin kontaktin miqësor, një falënderim pas shumë vitesh, një ndryshim situate që kanë ndihmuar për ndryshuar një situatë caktuar apo për të përballuar një humbje apo një traumë ose çka tillë. Patjetër, Blendi, është normale. Sepse është kjo gjë më e bukur e punës. Është mirënjohja që realisht unë kam shumë të zhvilluar vete dhe mendoj që edhe të tjerë duhet ta kenë të zhvilluar, sepse është një gjë që të bën ty të ndihesh akoma më mirë. Por kur ti ke pasur një profesionist shumë të mirë në periudhën tënde më të vështirë, më të errët të jetës tënde, patjetër kur i kthehesh
kohës pas dhe thua që ka pasur impakt shumë pozitiv. Kam klientë të cilët mund të rikthehen edhe pas shumë vitesh, thjesht me idenë që të kenë një kontakt përsëri me psikologun për të shprehur se si kanë pasur etyrët e tyre. Kam shumë kënaqësi kur i dëgjoj, patjetër. Ka pas klientë që mund të kenë ardhur edhe nga Amerika përsëri, jo më larg nga Vera dhe realisht e ndjer shumë mirë. Ka pas klientë të cilët kanë ardhur në një gjendje shumë të rënduar dhe sot jeta e tyre ka marrë një kthes tjetër dhe mendojnë që unë jam një nga personat të cilët ata janë mbështetur në atë moment. Është normale. Po, çfarë ke hasur më së shumti? Cilat janë ato problemet që ti e has një në 3 raste apo një në 10 raste? Çfarë ke hasur në mënyrë më të shpeshtë? Okej, se nuk është pak çështja e konfidencialitetit. Sigurisht, e di. Dhe nuk dua që të prek domethënë të pjesë. Jo shembuj, po thjesht më shumë sepse realisht kam shumë pacientë që edhe më ndjekin. Po. Edhe e vlerësojnë shumë edhe daljet e mia në media, sepse mendojnë që mesazhet që përcillen janë shumë edukative, por edhe shumë informuese për të njohur profesionist të shëndetit mendor, të mirë për të shërbyer atyre. Kështu që ka shumë raste, kryesisht gjendjet më të shpeshta janë ato të ankthit, simptomat të ankthit. Ka dhe pacientë të cilët mendojnë se kanë shumë gjëra, po në fund përfundojnë që nuk kanë asnjë gjë, sepse ndoshta janë konsultuar me miq, me shok ose me njerëz profesionistë dhe kanë ndikuar në jetën e tyre për të menduar që kanë diçka lidhur me shëndetin mendor. Ka dhe pacientë pastaj që kanë traumat e hershme, abuzimet seksuale, inceste, domethënë ka raste. Çështja e ankthit është bërë shumë është një fjalë shumë e përdorshme ditët e sotme. Po, kryesisht tek adoleshentët. Kur kthehem pas në kohë para ndoshta 20-30 viteve, e dëgjoja më pak. Sot e dëgjoj më shumë. Po sepse njerëzit sot janë bërë më të hapur për çfarë problematikat. Jo se dikur nuk ka ekzistuar, pas nuk e ka njohur që mund të ketë qenë ankth. Po. Pra ideja është sot njerëzit janë më të lexuar, lexojnë më shumë, kanë informacion më shumë të bollshëm. Dhe kryesisht tani dalim nga aspekti profesional. Kryesisht çfarë shkakton ankthin në jetën e njeriu? Mund ta në aspekti studimor tani, jo individuale, patjetër është individuale në mënyrë se si mund të përjetohet dhe mund të manifestohen simptomat e ankthit, por kryesisht vijnë nga traumat e hershme, mund të vijë edhe nga situata të cilat mund të jenë të pa rikuperueshme nga vetë individi, sepse nuk është drejtuar profesionizmi dhe duke akumuluar si gjendje, ajo mund të gjejë një formë shpërtimi në formën e pikërisht të ankthit. Sa zhvilluar është psikoanaliza në Shqipëri? Pak, shumë pak. Prandaj u pyes. Është një fushë shumë interesante, është një se po flasim për akumulimin. Po, edhe e kaluara ka një rëndësi. Unë në fakt në pyetjet e mia intervistuese e aplikoj shumë edhe pjesën e informacionit mbi të kaluara, sepse mendoj që është ajo që na bën ne këta që jemi sot. Nëse nuk është punuar dhe nuk është drejtuar informacion në rrugën e dur, patjetër që gjen një formë të gabuar pastaj për të shfaqur tek individi. Po hipnoza praktikohet? Edhe hipnoza shumë pak. Prandaj pyes. Ka mungesë specialistësh apo në fakt janë specializim vete, ti duhet të jesh trajnuar, specializuar për atë fushë dhe normalisht është pothuajse po. Shqipëria po. Po, psikoanalizë dhe hipnozë. Ju kuptoj. Në aspekti profesional, përpos presidentes së urdhit të psikologut, çfarë mbetet në karrierën tuaj? Çfarë synoni? Atëherë, se jo mbaj mend që është ditën e parë, Brunilda, keni dhënë mësim, kemi qenë kolegë dhe kishe disa ëndra të cilat i ke realizuar, tani e tutje. Po. Në fakt Bledi, e gjithë ky rrugëtim 16 vjeçar nuk e qenë rastësisht. Do të thotë që patjetër që kam punuar shumë. Ka pasur periudha të caktuara që unë nuk kam bërë asnjë ditë pushim, domethënë kam pasur nga e hëna në të diel kam pasur punë, ne ti e di shumë mirë që kemi pasur edhe grupet e masterave që japin mësim bazdite, fundjava, që do thotë kam sakrifikuar për qenë edhe për të përjetuar gjithë të sukses që kam sot. Megjithatë, unë jam, duke qenë një virgjëresh, nuk jam asnjëherë e kënaqur me gjërat.
pretendoj gjithë kohës të përmirësohen brenda vetes time dhe brenda kapaciteteve dhe limiteve të mia, asnjëherë nuk pretendoj një gjë të cilën nuk arrit dot ose nuk dua ta kem në jetën time, kështu që unë kam 8 vite që po punoj për klinikën Laboviti. Mendoj që është një emër në fushën e shëndetit mendor, është një klinikë që ofroj shërbime qoftë për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur, por kryesisht edhe punoj si eksperte në gjykatë për çështjet ligjore dhe penale me të fëmijërit. Komplimente dhe urojmë Faleminderit. të gjitha aspiratat profesionale. Nëse do të kem këto që kam sot, jam shumë e lumtur. Kjo është gjë shumë e mirë. Një psikologe e lumtur bën punë për çon lumturi edhe tek ata që kanë nevojë. Patjetër. Zona Laboviti në këtë sezon të ri të Flasim Hapur, ne kemi tashmë insertuar një traditë të re, që është thënia e javës. Aty ndodhen me qindra thënie të njerëzve të mençur apo të popujve. Dhe në mënyrë rastësore mund të zgjidhni një edhe për të komentuar pak edhe mendimin tuaj mbi thënien. I ke përzgjedhur ti, Bledi? Në mënyrë rastësore, jo selektive. Kjo është shpreha e jetës time. Vërtet? Ja, shikon, mund ta lexoni për ndjekësit, ju lutem? Edhe në fakt është shumë domethënëse. Për lexuesit po e lexoj. Nëse ndjek atë që do, jeta do të hap dyrë që nuk i ke imagjinuar kur. Në fakt, unë i kisha ndëruar të gjitha këto që kam sot. Pra, kjo thënie është nëse vërtet? Kjo është thënie. Jo më kot ta ndjek atë që do, jeta do të hap dyert. Gjithmonë kam ndjekur atë që dua. Që nuk i ke imagjinuar. Gjithmonë. Edhe mesazhi im edhe për njerëzit është ndjekin gjithmonë atë që duan. Asnjëherë të mos dalin kundra zemrës dhe mendjes së tyre, sepse edhe nëse të tjerët të kalojnë për budalla, të thonë po ik. Ku do arrish ti këtë? Absolutisht duhet të zhgënjesh duke arritur. Duke arritur. Zona Laboviti, mënyra më e mirë për ta mbyllur këtë diskutim së bashku është me këtë mesazh që ju sapo datë. Faleminderit që ishin në Flasim Hapur në Durrës Lajmi. Faleminderit ju, Bledi, për ftesën, kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët, më u takofshim në episodin e radhës.